Presidenti serb Aleksandar Vučić njoftoi se së shpejti do të ketë një thirrje për njerëzit anë banë Serbisë për të luftuar për vendin e tyre si ai përmes mjeteve paqësore dhe demokratike jo dhunës. Rezistenca, rebelimi dhe pakënaqësia e njerëzve me terrorin ndaj të cilit janë ekspozuar njerëzit në 4 muajt e fundit, po rritet shumë dhe së shpejti do të ketë një thirrje për gjithë njerëzit në Serbi që të luftojnë për vendin e tyre, të luftojnë për Serbinë e tyre me mjete paqësore, demokratike dhe jo dhunë, siç kanë bërë disa të tjerë, theksoi Aleksandar Vučić. Populli i Serbisë, tha ai, nuk ka më frikë nga askush dhe asgjë, as nga protestuesit, as nga bllokuesit, as nga terroristët politik që hedhin gaz lotësjellës në parlament, as nga askush, potencoi presidenti serb. Vučić shtoi se Serbia po ngrihet duke theksuar se kushdo mund bjerë, por se forca e Serbisë qëndron në faktin se ajo gjithmonë ngrihet në këmbë me shpejtësi të pabesueshme, drejtohet dhe lufton për të ardhmen e saj. Kujtojmë se Serbia ka qenë skena e protesteve që nga fundi i vitit kaluar nisur nga studentët dhe qytetarët, pasi 15 njerëz u vranë në një shëmbje tende në stacionin e kurrëdor të Novi Sadit më 1 nëntor të vitit 2024.